së pari, eja në kish. Kjo të ishte nxitja e parë. Eja në kish, e di pse e themte, sepse nuk dua që të ngjaj në formë legalizmi, e nuk dua që të marri mungesat, apo çdo lloj forme. Por shiko, e vërteta është që jeta ngarkohet. Jeta ngarkohet, shtohet me 20 gjëra. Ka gjëra që na tërheqin vëmendjen që kur zgjohemi mes, e deri kur biem gjumë në darkë, edhe është për ne nxitja ime do ishte mbaje këtë gjë parësore. Mbaje këtë gjë parësore të ardhur në kish, sepse është fatmirësisht, nxitja ime, di cila do ishte ti, për ju që jeni, nëse ti je vizitor, nxitja ime do ishte sa mirë që ke ardhë, edhe je vizitor në këtë kish, edhe do nxisja, hajde, shiko, vëzhgo, pyet, si është kjo, si është ajo, por pastaj, hajde në i pikë dhe thuaj, kjo do jetë kisha ime, familja ime. Nëse kjo nuk ngjit, kjo kish, kërko për një tjetër, sepse fatmirësisht rrethi Tiranës, duke fut Tiranë, Vorë, Rogozhin, Kavaj, ka 98 kisha ungjillore bashkë me kishat në përfshatra. Është qef, ka shumë. E parma edhe se cila është unike, po për ty që je vizitor, zgjidh njërën edhe ngullu aty. Thuaj, kjo është shtëpia ime. Kjo është familja ime frymërore. Edhe nxitja do ishte mos kërko kishë të përsosur. Pse? S'ka për të pas. Do lodhe shkot. Nuk do e gjesh. Edhe po gjete kishë përsosur, aman mos hyti brenda. Sepse do jetë me përsosur. Pse? Asnjëri nga ne s'është i përsosur. Asnjëri nga ne s'është i përsosur. Edhe është një thënie shumë e bukur. Mund të jesh i përkushtuar ndaj një kishe, dhe mund mos jesh i përkushtuar ndaj Krishtit. Thjesht të pëlqen, shkon e vjen. Por pjesa 2, çfarë thotë? Nuk mund të jesh i përkushtuar ndaj Krishtit, dhe të mos jesh i përkushtuar ndaj kishës, ndaj nusës së tij. Nxitja ime do ishte eja në kish, merr pjesë në këto festimet që bëhen çdo të diel, sepse është për ty, të bën mirë ty. Si e thot ky zotëria që Dëllë Mudi thot kështu. Pjesëmarrja në kish është aq jetësore për një dishepull, sa që është transfuzioni i gjakut ndaj një sëmuri. Shumë e bukur. Shumë përshkrim i bukur. Edhe është qef të vish në kish, nuk është hall. Pritet ta them me rim. Të shkosh në kish s'është detyrim, por është gëzim. E thash bukur? Shiko, kur filloi ICF-ja, nuk kemi pas asgjë për kalamajt, edhe çuna tonë mërziteshin. Edhe ndonjëherë thonin, prap në kishë të shkojmë, po çfarë bëjmë atje, do mërziteni. Aty s'ka asnjë gjë për ne. Edhe derisa më vonë filluam shërbesat e fëmijëve dhe gjërat e bukura që edhe ato kishin qef të vinin, edhe është qef të vish në kishë, sepse psalmi thotë, çfarë tha Davidi? U gëzova kur më thanë, hajde shkojmë te ICF. S'ka qenë ICF atë? Hajde shkojmë në shtëpinë e Zotit. U gëzova shumë. Edhe u gëzova shumë që pash te kalendari që sot është diel. Sepse të dielën në orën 5, ne mblidhemi bashkë edhe shkojmë në kish. Është mesatarja e krishterëve që shkojnë në kish është një javë po, një javë jo. Kjo është shumica. Shkojnë një diel pushim, një diel po, një diel jo. E do doja shumë që ne të ishim nona fare, siç jemi gjithandej. Ta bëjmë një javë po, një javë po. Edhe nëse s'ke mundësi, sepse ashtu janë gjërat, do ta gjesh online gjithkohën, sepse nëse jemi të mbjellë në kish, edhe i vi me gëzim, do përfitojmë ne vetë. Edhe dyta është ji me gjithë zemër aty. Ji me gjithë zemër aty, edhe pa krahasoj prap me pemën, me që kemi qenë duke përdorur pemën gjithkohës. Edhe është pema që të rritet, ka nevojë të rritet lart, por ka nevojë çfarë? Të rritet nën tokë, gjithashtu, të lëshoj rrëjët, e të fuqizohet që të mbaj atë gjë lart, që kur vjen era fortuna, mos të rrëzohet, të mund të qëndrojë, kështu që nxitja ime do ishte, kur vjen eja me gjithë zemër dhe kërkoj Perëndi, sot dua një fjalë. Nuk i maj mendot gjitha nga fillimi deri në fund, nga countdowni deri në fund, por ama vetëm një gjë. E thuaj Zot, më jep një fjali specifike që shkon me situatën ku jam unë.
Edhe ajo le të bëj eko gjithë javës deri kur të vi e djela tjetër. Edhe tjetër do ishte eja me dikë në kish. Fto dikë. Kush e ma mena të motën tonë? Kush është afërteje? Për është larë Perëndis. Fto dikë në kish. Te Luka 14 thot kështu. Nëse atëherë Zoti i tha shërbëtorit. Edhe i tha, dil në për rrugët e Tiranës. Dil të puna, të shkolla, për gjatë gardheve, të komshit, edhe, të thot, detyroj t'hyn, po thujo të vi. Nëzitit vim, pse? Perëndia do që shtëpia e tij të jetë plot. Edhe shiko, kemi akoma cave në bosh, që kjo do ishte nëzitja, ajde me t'i kënë në kish. Edhe, kur kemi këtë lloj përkushtimi, tash e pa dashje do krijohet një lloj tensioni. Kur ti do kishën shumë, do të shkosh do të diel, e do të shkosh për të marrë diçka, do krijohet një lloj tensioni. Sepse, nëse ti e dedikon këtë kohë të ardhur në kish, ku ja hoqe? E ke heq diku që ke bërë këtë. Do krijohet një lloj tensioni. Edhe thash, është majmen kur çuan tonë ishin të vegjël, kishim sporte për ditë. O ishin sport, o ishin ndeshje, o ishin ndeshje prap, o kishe diçka me shkollën, o kishim i ditëlindje, ishim gjithkohën në lëvizje. Edhe ishte që shiko, dakord, mund të jemi gjithkohën në lëvizje, por të dielën 2 orë do shkojmë në kish. Edhe ose mbajmë kur era në Tiranë para 23 vitesh kur martova me Adën, filluan të vinin kushërit për vizitë, po që edhe kur vinin kushërit për vizitë. Të dielën 1 orë para se të niseshin për kish. Arritëm pikën dhe thonë, shiko, ne dhe shkojmë kish, po kur të vim ne? Ne vetëm dielën jemi përshim se jemi punë. Edhe dielën ti sa do të shkosh kish, tha shiko, hajdeni me ne në kish. Hajdeni me ne. Edhe është cita tjetër cila do ishte, eja për të dëgjuar nga Perëndia. Sepse besojmë në këtë udhtimin tënë të dishepullit, në udhtimin tonë se cilit të dishepullit, Perëndia ka për të na zbuluar jashtëmase më shumë, por hajde me pritje. Hajde me pritje të thuaj, Zot, po shkoj, po e dua një fjalë. E dua një varg, e dua diçka. Sepse përderisa besojmë që prania e Zotit është këtu, atëherë duam që ai të na flas. Por nuk duam të na ndodhi siç i ndodhi Jakobit. E di që ndodhi Jakobit, Zanafila 28 vargu 16. Jakobi po ikën në arrati larg sepse u zu me vllajën dhe po shkon te shtëpia e dajës, edhe rrugës është i lodhur, edhe ja fut qumit, edhe aty vjen prania e Perëndis. Edhe kur Jakobi, vargu 16, atëherë Jakobit i doli gjumi dhe tha, me siguri Zoti është në këtë vend. Sepse ndjeu diçka që ishte aty. Edhe sa herë që takohemi bashkë, ku 2 ose më shumë mblidhen bashkë, prania e Zotit është aty dhe ju vetë dëshmojnë dhe shumë të rinj dëshmojnë, e ndjejmë praninë e Perëndis kur vim te kisha ICF. Por nuk do doja të ishim të shkujdesur që të na ndodhte pjesa e fundit. Jakobi tha kur i doli gjumi, me siguri Zoti ishte në këtë vend, po ku i diej shkreti? Unë s'dija gjë. Unë nuk dija gjë, kështu që kjo dhe ishte e fundit fare. Mos e merr për të mirëqenë mundësinë që kemi për të shkuar në kish. Është privilegj, është qef, është gëzim. Mos e merr për të mirëqenë. Hajde se aty është prapë Altini javës tjetër, kur do ikë ai, ka një punë tjetër. Mos e merr për të mirëqenë. Le të jemi të mbjell në kishën tonë lokale, thu, kjo është kisha ime, kjo është familja ime, edhe dua që të lullëzoj aty, dua të fuqizohem aty, dua që Perëndia të më zbuloj gjëra në aty. Apo si jemi në këtë vit, kush është fjala e vitit, kush e pamen? Lartësi të reja. Apo si jemi edhe në këtë vend, në këtë kohë, që presim që Zoti na zbuloj lartësi të reja dhe besojmë, ai ka më shumë. Edhe këto le t'i zbulojmë bashkë. Edhe kjo ishte një nga gjërat të mbledhurit bashkë, si Perëndia na zbulon gjërat që ai ka për ne. Jam shumë i njohur Zotit për këtë kish, që të thotë jam shumë i njohur Zotit për ju, sepse kisha ndërtesa jemi ne, gurët e gjallë në tempullin e Perëndisë.